është pjesëmarrja në zgjedhje në Shqipëri në rang kombëtar. E kemi kolegun tonë Enisin, i cili do të na sjellë. Kom hap biznes të cilë më i bukur se tjetri, ata 2 më herët, shumë më të bukur. Ata ishin të bukurit. Kemi një proces të rëndësishëm edhe të bukur gjithsesi në Shqipëri, atëherë edhe ne është me patjetër do duhet të shkojmë në këtë linjë. Shqipëria është e bukur. Po, gjithsesi. Ne do të përshtatemi kësaj bukurie. Tash do të flasim pak për një historik se kush ka fitu më shumë, si ka shkuar situata më herët dhe disa periudat të historisë së zgjedhjeve nga demokracia e tutje. Pra, më herët të treguam edhe me kolegët tjerë që është hera e 11 e procesit zgjedhor që nga ardhja e demokracisë nga 91-ta, andaj do të shkojmë edhe të shohim vitet, periudat kur ka mbajtur Shqipëria pjesë të zgjedhjeve dhe më pas edhe disa detaje të tjera interesante. Në këtë rast, zgjedhjet e para pra pas demokracisë ishin në vitin 1991, më pas 1992, 1996, më pas 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021 dhe tashti 2025. Më herët e përmenda që në vitin 1996 ka pasur proces zgjedhor, por që ndërkombëtarët ose BE-ja që ishin si monitorues nuk i kishin njohur këto palë zgjedhje për shkak të parregullsive të shumta që ka pasur dhe ka gjatë monitorimet që ndërkombëtarët i kanë përcjellur. Ndërkaq se kush ka fituar më shumë, cila parti politike fitoi më shumë nga krejt këto palë zgjedhje, pra 10 palë zgjedhje, do të shohim në grafiken e radhës. Nga të dhënat verifikohet që Partia Socialiste, pra e udhëhequr aktualisht nga Edi Rama, ka pasur sukseset më të shumta deri më tani. Shkojmë tek grafika e radhës, nëse mundet regjia. Këtu i kemi pra fituesit kryesor, këtë rast janë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike si partitë dominuese në jetën demokratike të politike të Shqipërisë. Partia Socialiste kishte fituar në vitin 1997, në 2001, 2013, 2017 dhe në vitin 2021. Në zgjedhjet e 2021-s, PS-ja kishte pasur suksesin më të madh që e ka shënuar ndonjëherë, duke fituar plot 74 mandate në 140 urqe totale sa i ka kuvendi i Shqipërisë, kësaj e ka arritur ta fitoj ose ta bëj atë qeverinë mazhoritare më të fortëqeshme bazë numrave që ka arritur ndonjëherë. Në anën tjetër, Partia Demokratike e udhëhequr nga Sali Berisha në këto periudha dhe tashti në një rikthim të tij në politikë, kishte fituar në vitin 1992, 96, 2005 dhe 2009. Pra 4 palë zgjedhje kishte fituar PD-ja, 5 palë zgjedhje deri më tani kishte fituar Partia Socialiste. E kryeministri me më së shumti fitore duke vazhduar serinë e suksesit ishte Edi Rama. Shkojmë me radhë në grafikën e radhës. Ishte kryeministri pra Edi Rama, i cili kishte fituar nga viti 2013 3 palë zgjedhje në krye të Partisë Socialiste, pra nga 2013 në 2017 dhe në vitin 2021, ai shënoi një sukses, ku pra tenton përsëri edhe në vitin 2025 të jetë kryeministër i ri përballë rivalit të tij Sali Berisha si pjesë e Partisë Demokratike. Por kush ishin deputetët me më së shumti sukses, e shohim në radhë në grafiken e radhës, ku deputetët me më së shumti mandate ishte padyshim Sali Berisha, ku është faktori kryesor i kësaj periudhës pas demokratike në Shqipëri. Ai arriti të marrë plot 9 mandate, pra nga viti 1991, plot 9 mandate parlamentare, 9 herë ka qenë pjesë e kuvendit të Shqipërisë, së bashku me Gramos Ruçin, që edhe i kë ishte pjesë e kësaj historiku të demokracisë politike në Shqipëri, edhe njëjti ka arritur të marrë plot 9 herë ulsen në kuvendin e Shqipërisë, e me 8 mandate janë Erion Braçi nga Partia Socialiste, Tritan Shehu nga Partia Demokratike dhe Vangjel Dule nga PBDN-ja, si pjesë e kuvendit të Shqipërisë, ku arritën të marrin plot 8 mandate, që të njëjtit janë edhe deputetët me më së shumti mandate në historikën politik. Më herët me kolegët Besniku në Dherinen e diskutuam idenë e çështjes së zonave zgjedhore, edhe tash do t'i tregojmë se ku janë fokusu Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, ku i kanë delegu më shumë kandidatë të tyre si në listat e hapura, si në listat e mbyllura. Shkojmë me Partinë Demokratike. A vazhdon që janë dhe veriu i ndarë i polarizuar apo jo?
E shojmë, më pas veç të komentojmë edhe këtë idenë e pjesëmarrjes, më pas shkojmë te ato se paskojmë edhe këtë lloj grafike. Ideja e pjesëmarrjes në zgjedhjen. Deri tani e pam që ka pasur 13.5 dalje në zgjedhjet aktuale, në zgjedhjet e fundit 2021 se kemi pasur 46% të daljes së popullsisë në zgjedhje, por interesante që menjëherë pas rënies së komunizmit në zgjedhjet e para demokratike në Shqipëri ka pasur rekord dalje në zgjedhje 98.92%, që është shënuar dalja më e madhe që ka pasur ndonjëherë. Tash, a ka pasur diçka ndikime ndrimi i rrëzimit të komunizmit ajo? Sigurisht politologët mund ta komentojnë këtë çështje, por që ka pasur dalje më së shumte, nga atëherë ka pasur rënje të lartë, ku deri në vitin 2021 46% i kemi pasur daljet. Ndërsa përveç daljes dhe pjesëmarrjes në zgjedhje ndryshime të mëdha, ka ndryshime edhe në personat me të drejtë vote. Në vitin 1991 kishim dikon 2 milion banor nga Shqipëria të kenë të drejtën e votës së tyre, ndërkaq tani kemi rreth 3.5 milion banor me të drejtën e tyre të votës. Pra është rreth 1.5 milion që është rritur numri i popullsisë në Shqipëri për këtë periudhën rreth 35 vjeçare. E tash të dalim tek ajo ideja se a ka lëvizje jugu-veriu. Në këtë radhë, Partia Demokratike sot, pra në këto palë zgjedhje, i ka këta kandidat, 140 kandidat po aq sa ka ulse kuvendi i Shqipërisë. Normalisht, thash më herët që zona e Tiranës, si zona zgjedhore, pra janë 12 zona zgjedhore, Tirana ka fokusin më të madh nga të dy grupacionet politike më të mëdha, sepse normalisht ka edhe parti të tjera, por në këtë rast ne po mirëmi më shumë me këto dy rivalet historik të jetës demokratike të Shqipërisë. Në Tiranë, në kuadër të listës së mbyllur, Partia Demokratike i ka vendosur 12 kandidat, tek lista e hapur 37 kandidat. Gjithsej 49 kandidat që do të tentojnë të arrijnë ulsen në kuadër të zonës së Tiranës. E dyta është Durrësi me më së shumti kandidat plot 19, njëjtë si edhe Elbasani, ndërsa në Durrës i kemi 5 kandidat nga Partia Demokratike në listën e mbyllur, 14 në listën e hapur, sepse më herët e diskutuam e treguam për shikuesit se këtë radhë sistemi i zgjedhor i Shqipërisë parashë listë të hapur dhe të mbyllur, thaj se 1/3 shkojnë në listë të mbyllur dhe 2/3 tjera shkojnë në listë të hapur. Në Vlorë 4 kandidat në listë të mbyllur, 12 në listë të hapur, 16 total, Berat 2 në listë të mbyllur, 7 në listë të hapur, në Kokës 1 në listë të mbyllur, 3 në listë të hapur, në Gjirokastër 1 kandidat e ka në listë të mbyllur, 4 në listë të hapur, mirë tash, në Elbasan thash 5 të mbyllur, 14 të hapur, Korçë e kështu me radhë, dhe në Shkodër për shembull që ka interes më shumë Partia Demokratike gjatë historikut të saj në përzgjedhje, 4 kandidat i ka në listë të mbyllur dhe 11 kandidat në listë të hapur, gjithsej me 15 kandidat. Pak a shumë, daljen e ka të ngjashme edhe Partia Socialiste. Shkojmë tek Partia Socialiste, edhe ajo në Tiranë ka 49 kandidat të fokusuar në zonën zgjedhore të Tiranës, po ashtu e njëjta ka edhe në listën e mbyllur i ka 12 kandidat, njëjtë sikur Partia Demokratike në Tiranë, 37